Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sot programin do e drejtoj unë, pasi gazetari Sokol Balla për arsye private nuk mund të jetë sot. Në program sot do flasim për konfliktin e fundit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Kam kënaqësi që me mua në studio të jenë bashkuar ambasadori Roland Bimo. Ambasador, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi që jeni në program. Faleminderit. Gazetari Skënder Mingjozi, Skënder, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në program. Gjithashtu dhe eksperti i sigurisë, zoti Xhavit Shala. Zoti Shala, mirëmbrëma. Kënaqësi që jeni në program. Bashkë me ne vetëm pas pak do bashkohet edhe pedagogu dhe eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare, zoti Mentor Beqja. Por, ambasador, dua që diskutimin fillimisht ta nis me ju. Pse nisi lufta, ambasador, dhe pse nuk u arrit të gjej rruga e gjuhës diplomatike? Dhe si e shikoni ju, apo si e vlerësoni ju rolin e Iranit në lindjen e mesme? Dhe që pyetja përse kjo luftë është ajo që është në mendjet e shumë njerëzve dhe kam dëgjuar edhe një koment nga ish presidenti Bill Clinton, i cili edhe ai ja shtron pyetje presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i thotë që i ke borxh popullit amerikan të shpjegosh përse kjo luftë, sepse fakti që u shkua në luftë duke menduar që bisedimet po jepnin rezultat. Është shumë interesant të veçojmë faktin që ministri i jashtëm i Omanit një ditë apo dy përpara se të fillonte lufta me 26 shkurt, njoftoi gjithë shtypin botëror që Irani pothuajse kishte rënë dakord me çdo gjë që i kërkohesh nga Shteti Bashkuar të Amerikës për sa i përket çarmatimit bërthamor apo neutralizimit të programit bërthamor të Iranit. Ndërkohë papritmas në këtë këndvështrim papritmas që do fillonte lufta e Iranit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ret kishin kohë që ishin grumbulluar dhe patjetër do të lëshonin disa pika shi apo një furtunë shi, siç po shikojmë që po ndodh tashti. Arsyet pse mund t'i gjykojmë nga shumë këndvështrime, po besoj që do të jemi shumë afër një të vërtetë që ka dy plane kryesore. Një është plani rajonal dhe një është plani gjeopolitik global. Në planin rajonal duket që kanë qenë interesat e Izraelit prevalente në rajon krahasim me ato të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa në planin gjeopolitik botëror të raportit të forcave në botë midis fuqive të mëdha duhet të jetë goxha edhe në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës të nxjerrin jashtë loje Iranin në kuptimin e marrëdhënieve që ka Irani me Kinën apo që ka shërbyer si një post i avancuar i Kinës në shumë drejtime në gjirin persik dhe në drejtim të lindjes mesme. Kështu që përsa i përket interesave të Izraelit, përse ka qenë interesuar që të kishte një luftë me Iranin, dhe më kryeministri i Izraelit, sepse këto nuk janë fjalë të mia apo komenti im mbi ngjarjen. Vetë kryeministri i Izraelit tha mbasi filloi lufta që kjo është fruktizimi, bërja realitet e një ëndre time në 40 vjeçare. Pra lufta që ka qenë e dëshëruar nga Izraeli, e thot vetë kryeministri i Izraelit me gojën e tij. Pra, paka shumë ndjes, ambasador, po thoni që Izraeli treq pas vetes Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jo tamam, sepse është si pyetje delikate, sepse nuk do doja që të bie në ato teorinë konspirative që kur punët shkojnë keq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kur si themi siç u fol për presidentin Clinton atëherë që ishte afera Lewinsky që u bë lufta këtu e atje. Pra nuk do doja që të hyja në këto lloj teorisë konspirative, po siç thash ndahen në dy plane. Plani gjeopolitik, politikës madhe, shkëputja e Iranit nga procesi BRICS është vërtet një çështje me interes strategjik afatgjat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse goditja më e madhe që mund të jepet perandorisë amerikane është pikërisht në sistemin financiar botëror që ata kanë kontrolluar deri më sot. Dhe programi më sintetik i kinezëve për të goditur të dobësuar perandorinë amerikane është pikërisht tregtia në monedhë yuan digital apo në monedha tjera apo vendosja e florisë si baza e rezervave valutore botërore dhe jo më dollari. Kështu në këtë këndvështrim nuk ka pas nevojë për kryeministrin e Izraelit që të rriste në luftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, në atë këndvështrimin rajonal, pra ku Izraeli mendon gjithkohon që fatkeqësia e tij dhe telashet si me Hezbollah, me Hamas apo me Houthi, me të tjerë, vinë nga Irani. Në këtë këndvështrim ka dashur që ta neutralizojë sa të mundur më shumë Iranin dhe duket që çdo ditë që kalon ekspozon më shumë planet e Izraelit për të coptuar Iranin mundësisht në 6 shtete të vegjël,
çka do të jepte mundësinë Izraelit pastaj që të kishte kontroll politik, geopolitik, geostrategjik, ushtarak mbi të gjithë rajonin. Them këtë sepse sot ka marrë një, të themi, goxha prezencë në mediat ndërkombëtare. Thënia president Trump që po armatosen njësitë kurde në veri, të cilat do të shërbejnë një farë mënyrë si forca toksore të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të realizuar ndryshimin e regjimit. E gjitha kjo bëhet pastaj një gjë tmerrsisht e komplikuar, sepse Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli janë të interesuar që të kenë ndryshim regjimi. Që të kenë ndryshim regjimi duhet që kohezioni i popullit iranian të jetë sa më i dobët. Në momentin që ndërhyjnë me trupa nga terreni, po trupa kurde që duan të shkëpusin Kurdistanin, atë pjesën e banuar nga kurdet në Iran, ti papritmas bën të kundërtën e asaj që do sepse mobilizon atë frymë patriotike të popullit iranian për të mbrojtur tërësinë territoriale të vendit tyre. Dhe një nga pykat që është munduar Shteti Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli të fusin në Iran ka qenë kontradiktat midis gardës revolucionare dhe ushtrisë së Iranit. Në momentin që ndodh kjo që ndodh me forcat kurde, atëherë kontradiktat midis ushtrisë dhe gardës minimizohen ose pothuajse shuhen fare sepse përpara të dyve del detyra imperative për të mbrojtur tërësinë territoriale të vendit. Në këtë këndvështrim është një proces absolutisht shumë i komplikuar dhe duket që ata që kanë ndërmarrë aksion ushtarak pak janë interesuar për kuadrin politik në cilin do të zhvilloheshin të ngjarje dhe për pasojat që do të prodhonte politikisht. Mirë, në program është bashkuar edhe eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare, zoti Mentor Beqja. Mentor, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni në program. Për shkak të trafikut. Mentor, apo ju rajoni në një fazë të re tensioni dhe çfarë po ndodh? Mendoni se do jetë vazhdimi i një konflikti të gjatë kë? Ne kemi shkuar për tej tensionit, tani jemi në kushtet e një lufte të hapur, e cila është bërë pothuajse e paparashikueshme dhe fundit së cilës nuk dihet. Dhe kemi parë edhe qëndrimet e përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë krejtësisht ambigue, edhe deklaratat ambivalente, pa një deadline, pa një afat se kur mund të dalim nga kjo luftë. Nisën me 4 ditë dhe përfunduam me 8 javë. Dhe tani ka raporte, pash disa raportime të fundit që e çojnë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të luftojnë deri në shtator. Pra, është një situatë shumë e paqartë, është krijuar një situatë e paqartë. Dhe kam përshtypjen që presidenti Trump ka rënë në kurthin e izraelitëve në këtë rast, sepse dikur Henry Kissinger thoshte që vendimarrësit amerikan kanë njohje anekdotike mbi historinë. Dhe në këtë rast, pritshmëria që Irani do të dorëzohej shumë shpejt nga një goditje masive e parë amerikane nuk është realizuar. Po ashtu edhe pritshmëria që njerëzit do të ngriheshin për të rrëzuar regjimin, po ashtu nuk është realizuar dhe kemi të bëjmë me një situatë e cila po e tërheq gjithnjë më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë, por jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, tani më kjo është një problem i madh rajonal me impakt jashtëzakonisht të madh në të gjithë botën, si në pikpamje të sigurisë, ashtu edhe në pikpamje të sigurisë ekonomike që është po aq e rëndësishme. Dhe meqense jemi te siguria, zoti Çala, çfarë mekanizmi e mban në këmbë regjimin në Iran në kohë lufte? Dhe nga ana tjetër, pse Irani së fundmi ka sulmuar me dron Azerbajxhan? Irani është një regjim diktatorial dhe si çdo diktatur ka strukturat e veta të sigurisë të cilat i komandon posi Ajetullahut të madh, ai ka patur në varësi, sidomos gardën revolucionare, e cila garda ka dhe shërbimin e vet inteligjent. Po ti shohësh mënyrën e organizimit të strukturave të sigurisë ka një paralele, domethënë shërbim sekret ka Ministria e Jashtme, shërbim sekret vetë ka garda revolucionare. Pra, po të shohësh që është garda revolucionare si strukturë militare, është ushtria si strukturë militare. Pra, kanë patur një mënyrë të tillë organizimi që duke menduar që të dyja nuk mund t'ja kenë me hile regjimin njëkohësisht, domethënë. Dhe kanë arritur edhe struktura të tjera kanë arritur të krijojnë një sistem sigurie brenda vendit që
të jetë totalisht i kontrolluar nga lideri dhe ky sistem sigurie të kontrollojë totalisht gjithë territorin, popullsinë, normalisht por duke kufizuar apo liritë dhe drejtat e njeriut që ata në këtë fushë nuk është se i kanë merak shumë, domethënë. Gjithsesi, këto struktura edhe duke patur parasysh peshjen e këtyre strukturave, është synuar në politikën qoftë izraelite, qoftë amerikane për të arritur për të bërë një diferencim apo për të bërë një përçarje mes tyre, po gjë që deri tashmë pavarësisht se janë vrarë leadershipi pothuajse i gjithë strukturave kryesore të sigurisë, nuk arrit që të kalojë në kaos, pra në një amulli komandimi. Kjo që duket u sistemuar gjithçka pas goditjeve pas luftës 12 ditore. Në atë luftë duket se pat amulli 2 ditë e para, po gjithsesi u kap shpejt situata, sepse edhe goditja nuk ishte kësaj shkalle. Domethënë u vranë disa general, por nuk ishte azësuar lideri. Tashmë goditja në periudhën sa ndan nga sulmi i parë deri sulmi i dytë rreth 7-8 muaj, duket sistemi bëri një organizim tjetër, bëri një përcaktim të posteve të komandimit në mënyrë të përshkallëzuar. Pra, duke ditur gjithmonë që do të ketë një sulm, kush do vdesi lideri, kush do ta zëvendësojë, do vritet ky, kush do ta zëvendësojë. Dhe po ta shohësh atë që shpresonin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shpresonte edhe Izraeli që do shkaktojë një amulli, nuk u shkaktuat sepse mendoi që duke u shkaktuar një amulli, reagimi nuk do ishte menjëhershëm. Po ta shohim reagimi filloi pas disa orësh ose të nesër maksimum. Pra, duket që gjithçka ka qenë e kuadratuar për të vazhduar sulmin kundër sulmin me raketa. Kurse, për sa i përket kësaj pyetjes tjetër që thoni ju lidhet me Azerbajxhanin, mund të jenë mesazhe për të dhënë një mesazh Azerbajxhanit që mos përfshihet ose mos përdoret si territor, për të dhënë një mesazh Azerbajxhanit që popullsia azere e cila është jo e vogël mund të shkojë deri 15-20% flitet, të mos përfshihet apo Azerbajxhani të mos përpiqet të shfrytëzojë këtë situatë, siç duket inteligenca e Iranit ka informacione, siç po veprohet me kurdët, mendon se mund të veprohet me azerët, po ti ngresh se po të ndërhyj, ka patur një deklaratë publike nga aktorët politik Azerbajxhanës brenda Iranit që i bëjnë thirrje publike presidentit Aliyev që të ndërhyjë. Pra mesazhi i është dhënë ky mesazh. Po se sa do të arrihet, po mesazhet janë domethënë këtu pastaj tregon strategjinë që ka patur, duke se ka një strategji i Irani për ta zgjatur luftën, sepse sa më shumë ta zgjasë luftën, aq më shumë ata mendojnë se do t'i detyrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të mendojnë të ndryshojnë planin e tyre. Ju thoni që Irani ka një strategji. Absolutisht, po për mbrojtjen, për të kaluar, sepse ai e priste. I ka aftësitë ushtarake Irani për një luftë më të gjatë? Shiko, faktet po tregojnë që gjithçka po reagon sipas një strategjie të përcaktuar. Domethënë, po hapet lufta nga sulmet ndaj vendeve fqinj, po hapet u provokua apo u sulmua, nuk po them u sulmua, po u provokua NATO. Pra, edhe ajo mund të ishte një mesazh për ta parë si do reagojë, do ta quajë si provokim apo do ta quajë si po e themi si gabim teknik. Si e keni parë ju reagimin e NATO-s? Reagimi i NATO-s ishte i menjëhershëm, ja dhanë përgjigje dur. Reagimi herë ushtarak ishte i menjëhershëm, ai pa hyrë në territorin turk, pa hyrë pa shkel në territor të NATO-s, u azësua. Dhe ndërsa pastaj reagimi diplomatik përsëri ka qenë i menjëhershëm, mund të themi që Turqia menjëherë ka bërë një reagim si shtet, por ka bërë edhe NATO një reagim si aleancë. Dhe në reagimet e tyre është dhënë prerë që edhe vetë Irani ka bërë një reagim. Sot ka bërë një përgënjeshtrim, domethënë një reagim që nuk jemi ne ata, por trajektoria është përcaktuar qartë. Turqit thonë që nuk ka qenë për ne, po ka qenë për Kiprën. Gjithsesi, domethënë fakti që ajo kaloi do futej nëpërmjet një territori të një shteti antar të NATO-s e bën shumë shqetësuese. Mendoj që në raport me NATO-n, Irani e bëri këtë provokim për ta parë reagimin ose kundërpërgjigjen, po nuk do synojë më tepër, do ketë një tendosje të kontrolluar, sepse nëse hyn në konflikt me NATO-n, pastaj gjithçka merr për masa tjera. Ambasadori e përmendi pak më parë, pse Trump po mbështet kurdët brenda konfliktit ushtarak në Iran?
Po Trump e di, ja kanë thënë edhe tjerët me siguri që për të përmbysur regjimin nuk përmbyset me bomba nga ajri. Ti ja kanë thënë edhe në Kongresin Amerikan, ja thanë edhe demokratët, atje opozita po e themi, nuk përmbyset. Edhe ushtarakët hershëm që nga Clausewitz gjithë ata e dinë që e kanë lënë të shkruar që për të ndryshuar regjimin duhet të shkeli kama ushtarit. Nuk ndryshohet me bomba regjimi. Dhe për këtë arsye ai nuk ka data sheet pak nuk do të synoj që të fusi ushtarë amerikan. Do të përdori, siç përdor Irani proxyt për qëllime të caktuara dhe Shtetet Bashkuara të përdorin proxyt në këtë rast, që proxyt në këtë rast janë kurdët. Kurdët janë duket sot ka patur në media informacione se CIA ka kohë që po punonte me kurdët e Iranit të strehuar në Kurdistanin autonom, në krahinë autonome të Kurdistanit të Irakut. Dhe nuk janë paku bëhet fjalë për qindra mijëra, domethënë. Synimi këtu tashmë është duke i futur këta në lojë, synimi nuk është se këta do të avancojnë, sepse mund të japi edhe një efekt bumerang ajo pastaj, mund të rritet, mund dikojnë në rritjen e patriotizmit në tjerë dhe mund të japi efekt të kundërt. Por fillimisht synimi është në këtë rast që forcat e sigurisë apo të gardas apo diçka të konsumohen edhe në këtë drejtim, pra duke i lënë hapësira më boshe qyteteve me një të ardhme për ngritjen e popullsisë në lëvizje tjetër etj. Pra kjo është në këndvështrimin tim. Minxhozi, mendoni ju se sulmi ndaj Iranit shënon lindjen e një doktrine të re, le të themi, në presidencën e Trump, përsa i përket politikës së jashtme amerikane? Tani ti zbugurove shumë këtë termin, po në këtë moment që ne flasim, ose më mirë themi që kurse bota ka kaluar konfliktet e përgjakshme botërore, doktrina ka qenë ajo respektimit ligjit ndërkombëtar. Dhe ligji ndërkombëtar shkelur haptësi në këtë rast. S'ka asnjë dyshimi ka punë. Është shkelur haptësi sepse nuk mund të vrasësh kreun e një shteti dhe të pretendosh që ai shteti të ngrejë duart kur është një perandori 2500 vjeçare, kur ka 92 milion banor dhe kur ka një stok të tillë armësh balistike që ti e di mirë që është ndër më të mëdhenjt në botë, në mos më i madhi sot. Po dëgjoj Antony Blinken në drek, ish sekretari i shtetit, dhe ai thanë nëse këtë konflikt do të përpiqeshim ta parashikonim, dy do të ishin termat çelës që do të përdornim. Bursa e energjisë e para dhe stoqet e municionit e dyta. Pra, sa energjia do të fusë nën presion botën perëndimore, Kinën, Indinë, pra aktorë të mëdhenj, sa energjia do të përdoret dhe po përdoret me ngushticën e Hormuzit si një armë në këtë luftë, dhe se sa, kjo është më rëndësishme, besoj unë, Izraeli dhe Amerika do t'i kenë të barazvlefshme stoqet e kundërajrorëve në raport me stoqet e armëve sulmuese balistike që ka Irani sot. Ky është një problem shumë i madh sepse ky na çon tek deklarata e presidentit Trump, i cili tha që kjo luftë do të zgjas, e vuri dhe kufirin, do të zgjas 4 javë. Pra, amerikanët dhe izraelit duan që kjo luftë mbaroj shpejt sepse e dinë që në një luftë rezistence, pra mbijetese, stoku i madh i raketave të Iranit bën atë që edhe Blinken e vuri ndukje, një raketë ose një dron gjysmë artizanal që mund të kushtoj mes 10 dhe 20.000 dollar shahid mos gaboj, i Iranit, të rrëzohet nga një raketë balistike cila fillon ke 500.000 dhe mbaron ke 1.5 milion dollar. Dhe ku dihet që Amerika ka, sipas ekspertëve që unë kam dëgjuar, shpresoj mos jem gabim, ka një kapacitet prodhues të paktën të raketave Patriot që janë si tur gjenerata e saj raketave antiaerore, për jo më shumë se 500 të tilla në vit. Dhe imagjinoni, këtë lloj arme tani e duan të gjitha vendet e gjirit, e duan dhe vendet evropiane për të mbrojtur, e duan natyrisht dy aktorët kryesorë që po sulmojnë, që duan të mbrohen. Pra, është në lojë koha dhe është në lojë gjithashtu edhe kriza që po prodhon kjo kohë që po kalon dhe që pasqyrohet tek rritja e karburantit, e bursës karburantit, e cila prodhon më pas dhe ne kemi parë
një zinxhir gjatë të rritjes së të gjitha mallrave të konsumit të imagjinueshme. Sot në Tiranë, ju e vini re, ka filluar aty këtu edhe me këtë, si thuash, biznesin ton hileqar, që nuk i respekton rregullat, sepse kur bursa e naftës bie thonë që ne patëm bler naftën me çmim të lartë dhe tani nuk mund ta ulim çmimin, po kur bursa e naftës rritet, brenda ditës e rrisin gjithë. Dhe ka filluar të rrisin çmimin e naftës, i cili ne e dim pas disa javësh përkthehet në rritje çmimesh masive për të gjithë mallet e konsumit që ne konsumojmë. Tani do më lejosh me që fola i fundit. Tek pyetja që i bërë ambasador Bimos, që mendoj se është më e rëndësishme, pse kjo luftë? Unë mendoj që për të kuptuar pse kjo luftë, do duhet i drejtohemi një interviste të pardjeshme që ka dhënë në median amerikane, Rafael Grossi, që është kreu i Agjencisë Atomike, dhe besoj unë institucioni më autoritar dhe teknicien që ka sot, si thuash, bota, për të matur, ambasadori besoj e di më mirë, për të matur nëse ka diku një rrezik bërthamor ose jo, me anë të inspektorëve, mjeteve që ata përdorin, misioneve që kryen etj. Dhe në mesin e kësaj lufte, Grossi thot, një diplomat i vjetër Argjentinas, siç dihet, thot që Irani ka mbledhur një sasi jo të vogël uraniumi pranë gradës luftarake, pra jo aq të pasuruar, por në anën tjetër ne si agjenci nuk zbulojmë një zinxhir procesesh dhe investimesh që ky stok e para të ngrihet në gradën e uraniumit luftarak dhe e dyta të futet në një sistem ku të inkapsulohet dhe të krijohet një armë bërthamore mirëfillt. Pra, nuk kemi gjetur program bërthamor. Kemi gjetur uranium të pasuruar, por jo program arme bërthamore. Se më falë, programi bërthamor mund të jetë dhe civil. Po program të armës bërthamore nuk e kemi gjetur. Mund ta çekoni, e keni gjithandej deklaratë. Por atëherë pse bëhet lufta? Atëherë pse bëhet lufta? Shumë bukur. Lufta bëhet sepse presidenti amerikan dhe kryeministri izraelit kanë ca halle. Ta themi hapur. Sepse nuk ka si shpjegohet që në qershor, kur amerikan dhe iranian kishin lënë takim në Katar për të vijuar bisedimet, Izraeli shkon dhe godet, dhe më vonë presidenti Trump do të thoshte Bibi nuk më njoftoi mua, thot se ai thot gjë publikisht. Dhe tani, gjithashtu, kur, siç tha, më duket Bimo me drejt, ministri i jashtëm i Omanit thot, për gjitha pikat, pothuajse, iranianët ishim shumë pranë një akordi, dhe sa më shumë i afrohesh akordit, aq më agresiv bëhet qëndrimi, sidomos i Izraelit, i cili, në një gafë diplomatike mendoj unë të hatashme të Marco Rubios, rezultoi se ishte shteti që amerikanët e dinin që do të godiste, siç dinin edhe që Irani do të përgjigjej ndaj tyre, ndaj izraelitëve, por ndaj amerikanëve, dhe prandaj superfuqia më e madhe në botë, 350 milion banor, ju bindën një shteti 9 apo 10 milion banorësh, dhe e futën botën në një qorsokak si ky sot, që ne shohim, kur edhe Shqipëria duhet ruaj Manzën, edhe Qipro duhet ruaj bazat britanike, edhe në Itali e Francë e tjerë duhet vazhdoj një debat i tmerrshëm, dhe dy shtete e marrin botën për dore dhe e fusin luftë. Do të thot, dosjet Epstein dhe korrupsioni i Bibi Netanyahut kanë përshtypjen se janë faktor përcaktues që ne ndodhemi sot këtu ku jemi. Ambasador, e mendoni dhe ju kështu? Në morinë e thashëthemeve, analizave, këndvështrimeve, patjetër që dhe këto janë pjesë, se themi, e qëndësishme e atyre që mundohen të gjejnë shkaqet e luftës. Por, duhet ketë element të tjerë akoma më të thellë. Do më thënë, kur të gjojmë Naftali Bennett që thotë se mbas Iranit e ka radhën Turqia. Kur të gjojmë ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës që mirë është që Izraelit i ketë kufit biblik që të jetojnë në tokën që ja ka premtuar Zoti. Izraeli madh, që nga Nili deri në Eufrat. Ajo që është shumë mushtar, Izraelit e kanë edhe Bejç në krah në luftën në Gaza. Kur shikon disa gjëra që vërtet
gjatë gjithë jetës të gjithë besojnë në këtë tavolinë, po edhe shumë më gjërë në Shqipëri janë me kokra ata që kanë besuar në teoritë konspirative apo janë munduar t'i përhapin. Po kur vim në këtë pikë ku po bisedojmë sot, kur dëgjon që shoqata për mbrojtjen e lirisë fetare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë gjatë 3-4 ditëve të fundit mbi 110 ankesa nga njerëz që përfaqësojnë grupe, pra të paktën duhet të jenë rreth 1000 veta që ankohen se komandantët e tyre i kanë thënë që lufta ka filluar sepse Gjezu Krishti i ka njoftuar zotin Trump që të ndezi pishtarin e flakës në Teheran në mënyrë që të filloj Armagedon dhe të vijë ajo ashtu quhetura ardhja e dytë e Gjezu Krishtit në tokë. Këto gjëra fryen edhe nga një lloj dimensioni eskatologjik që merr goditja e liderit suprem, njëkohësisht me goditjen e një shkolle kryesisht vajza, njëkohësisht me goditjen e spitalit, pra është një pet, është një lloj forme lufte që izraelitët kanë përdorur si në Gaza, ashtu po mundohen edhe. Pra të gjitha këto janë komente absolutisht në mos qofshin teori konspirative, janë në kufi të teorive konspirative, janë të pa mundura për të besuar, po fakti që gjejnë hapësirë në faqet e shtypit amerikan apo në faqet e shtypit botror më bën që se përmenda nuk besoj se bën pjesë edhe unë e besimit në këto teori konspirative, por është një moment jashtëzakonisht i rrezikshëm. Domethënë një rabai thotë që me që është puna kështu, thotë një raketë edhe mund të devijojë kursin dhe të godasi Xhamin al-Aqsa, edhe pastaj të ndërtojmë tempullin aty ku do vi Xhesuja për herë të dytë. Domethënë dëgjon sa gjëra që deri dje kanë qenë vërtet të pamundura për të shqiptuar, jo më që të gjejnë penë dhe bojnë në këto faqet e gazetave. Ajo që mendoj unë nga sa kam dëgjuar këto 4-5 ditë, ka qenë disi e pa llogaritur dhe aq mirë nga këta që kanë filluar luftën, është dëmi ekonomik rajonal. Dhe ka një moment jashtëzakonisht interesant se dëmi nuk i shkaktohet në Dubai, të Bahreinit apo me radhë Emiratet Bashkuara të Amerikës, të Emiratet Bashkuara Arabe. Po i shkaktohet Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse gjithë naftën që këta shesin, këta i qarkullojnë në formë petrodollarëve në Amerikë, pra investojnë përsëri në Amerikë, në letra me vlerë, në aksione, kështu në momentin që vuan Emiratet Bashkuara të Arabe dhe humbasin 44 miliard në muaj, 4 milion në minutë në duket, kjo është ajo që nuk shkon të investohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra është mangut në bilancin financiar në Amerikë. Dhe e gjithë kjo gjëja e inteligjencës artificiale, e cila ka qenë motori i zhvillimit ekonomik të Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra në përqindjen e rritjes ekonomike, vend jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm se në investimet për inteligjencën artificiale. Dhe në qoftë se këto do të mungojnë, ajo flucka e inteligjencës artificiale, flucka financiare, ka mundësi të shkaktoj një krizë financiare shumë më të vështirë dhe me pasojë të rënda se sa ajo e 2008. Sepse shikohet që inteligjenca artificiale, përveç se survejimit njerëzve, apo si thoshte një profesor, i ndihmon studentin që të gënjejnë në provim, të bëjnë ato eset me inteligjencën artificiale dhe mos i bëjnë vetë, nuk duket që do të ketë në një përdorim paktën afat-shkurtër, që do të sjelli të ardhura në ekonominë reale, pra do të ketë në manufakturë, do të ndjehet në atë që quhet ekonomia reale. Në këto kushte është një fluck e cila nuk do t'i justifikoj shpenzimet në cilat janë bërë. Kjo është një leve madhe në avantazh të Iranit, sepse sa më shumë dëm që i shkakton vendeve të rajonit, dhe dikush me të drejtë bën pyetjen, por nuk mendon Irani që nesër pas nesër këto i ka fshinj dhe po shkatrojnë marrëdhëniet sot si do i ketë marrëdhëniet nesër. Duket që nga mënyra se si reagojnë iranianët që kur ka filluar lufta deri më sot, duket që kanë vendosur të vdesin dhe të mos dorëzohen. Sepse mbijetesa e regjimit është më, sipas hesabeve të tyre, është më e kollajshme të mbrohet me luftë se sa të ruhet me dorëzim. Pra nëse kapitullon, mbaron regjimin. Nëse lufton, ka një shans që ti tërheqë dhe të tjerët me vete. Pra janë një pikë ku po përpiqen me të gjitha mundësitë që të arrisin kostot e luftës në mënyrë që të dëmtojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës sa tjetër mundur më shumë. Këtu tash do më lejosh një spekullim timin që shpresoj të mos jetë përtej çdo limiti të arsyes, por është një gjë që ka qarkulluar. Kështu që ne duket zoti Trump gjithmonë si ai personi që ka bërë gjëra shumë aventureske gjatë gjithë jetës së tij, edhe kur ka qenë biznesmen me real estate,
Po, diku kam parë një koment që thotë nuk është çudi që tjetë një manovër për të mos bërë zgjedhje në nëntor. Do më thënë, duke qenë se pothuajse ka të sigurt që do t'i humbasë zgjedhjet afatmesme për Kongresin, për Senatin dhe Dhomën e Përfaqësuesve, krijon një konflagracion për masave të tilla që të detyrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të futen në një luftë frontale, nesër pas nesër shkojë të marrë dhe atë aprovimin e Kongresit për të zhvilluar luftë, dhe në këto kushte ka gjithë drejtën e Zotit që thotë që ne nuk bëjmë dot zgjedhje në nëntor. Me shumë rezerva, mase shumë të kaluar, po mbi që është pjesë e komenteve të ditës. Për t'i ardhur në ndihmë këtij diskutimi, dua t'ju njoh në këto momente me një lajm të fundit. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se sekretarja e sigurisë kombëtare, Kristi Noem, do të shkarkohet nga kjo detyrë në fund të muajit dhe se ai do të emërojë senatorin Markwayne Mullin nga Oklahoma për ta zëvendësuar atë. Jam i kënaqur të njoftoj që senatori shumë i respektuar i Shteteve të Bashkuara nga shteti i madh i Oklahomës, Markwayne Mullin, do të bëhet sekretari i sigurisë kombëtare me efekt nga 31 marsi 2026, ka shkruar pikërisht presidenti amerikan në një postim në Truth Social. Ai shtoi se Noem, e cila sipas tij ka shërbyer mirë Amerikës, do të marrë një rol të ri të quajtur emisari për mbrojtjen e Amerikave, një pozicion që do të udhëheqë iniciativën e re të sigurisë në gjysmën perëndimore të globit. Trump bisedoi me Noem pas ditën e së njëjtës mbi ndryshimin e detyrës, sipas dy personave të njohur. Me këtë bisedë, aktualisht sekretaria ndodhet jashtë Washington DC. Noem ka qenë në qendër të agjendave kryesore të politikës së Trump, përfshirë deportimin e emigrantëve, kufizimin e emigracionit dhe kontrollin e kufirit Shtetet e Bashkuara të Amerikës Meksik. Ky largim shënon erën e parë që një sekretar i kabinetit largohet gjatë mandatit të dytë të Trump, dhe vitin e kaluar Mike Waltz la postin e tij si këshilltar kombëtar i sigurisë pasi Trump emëroi ambasador në Kombet e Bashkuara. Mentor, nuk e di si e shikon ti këtë zhvillim të fundit. Ishte krejtësisht e pritshme kjo lëvizje, në fakt pritej që të shkarkohej që mbas keq menaxhimit të incidenteve ose të ekzekutimeve publike që bëri ai si para disa kohësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mënyra se si në fakt Kristi Noem e trajtoi situatën, qëndrimi krejtësisht radikal, fundamentalist në raport me ato që kishin ndodhur, e bëni një figurë jo të pranueshme për publikun amerikan. Dhe mendoj që Trump do ndërhynte më shpejt në fakt, por me sa duket nuk preferon që të cënoj krenarinë e tij, e cila edhe në rastin e luftës në Iran në fakt po bëhet një pengesë, sepse natyrisht që ka shumë faktorë që kanë çuar në fillimin e luftës në Iran. Dhe natyrisht edhe faktorët e personalitetit Trump duhet të konsiderohen. Megjithse ato mund të mos jenë decisive përcaktuese. Por le të rikthehemi tek çështja, se besoj kjo është më e rëndësishme. Ajo që besoj është që, dhe këtë kam thënë disa herë, që kjo luftë ishte vijimi i luftës 12 ditore. Dalja e Izraelit i dëmtuar rënd nga lufta 12 ditore, e bëri një luftë tjetër me Iranin krejtësisht pashmangshme. Dhe çështja ishte kur do të fillonte kjo luftë. Dhe duke parë raportin që kanë Izraeli me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në mënyrë të veçantë raportin e Bibi Netanyahut me presidentin Trump, ishte e qartë që përplasja me Iranin po bëhej e pashmangshme. Edhe negociatat që u bën për të gjetur një zgjidhje ishin negociata më shumë për t'i dhënë frymëmarrje vendeve të rajonit që i kishin kërkuar presidentit Trump të shmangë këtë luftë, se sa një negociat në mirëbesim për të shmangur në të vërtet luftën. Dhe këtu kemi të bëjmë me, duke qenë se ka disa faktorë që duhet të konsiderojmë, natyrisht që nuk mund të lihet jashtë analizës edhe atë që përmendi zoti Mingjozi, që ngaherë politika e madhe, politika ndërkombëtare është vijimi i politikës brendshme. Dhe problematikat që ndodhin në politikën e brendshme shpeshherë preferohet që të defokusohen, të nxirren nga fokusi i opinionit publik, duke bërë luftra. Pra po thua që lufta ka nisur për hallin e Trump dhe ky mund të jetë një faktor i konsideruar. Si shpjegohet që Trumpi vetë mori përsipër të hapte dosjen. Po tishë që ka problem Trumpi. Dhe u detyru Kongresi të votonte bipartizan
që dosjet hapeshin sepse i blokoi me anë të prokurores. E premtoi. E premtoi dhe nuk e bëri. Dhe në fushat. Dhe nuk e bëri. Nuk e bëri. Më fal, patjetër. Po jo, në fushat tha dhe që jam presidenti i paqes dhe sulmojnë në një shkurt sulmoj Jemenin. Sa hyri 20 janar, një shkurt ka sulmin e parë. A, mirë, paqen në rregull. Dakor. Kjo është pastaj janë 3 milion dokumenta nga dosja që nuk janë bërë hapur publike. vetëm 1.5. Pra 1.5 mbeten ende të pahapura, por kjo është një çështje. Dhe të hapurat, më fal, janë totalisht të nxjera, ka vetëm kokën e faqes. Janë të redaktuara në masë të madhe. Pa kjo është problemi. Shumë persona janë të fshehur. Dhe i del mbi 1000 herë emri në dosjet tashmë të hapura. Mentor, më falë, se që ta vazhdosh pra, po, kur e njoj këte argument, më thonë drejten, nuk më pëlqen fare ai argumenti që është përdor për Kosovën. Dhe më thonë që Clinton i hyri për mbulur një skandal seksual. Kanë qenë 850.000 kosovarë të shpërngulur përdhunisht nga territori tyre, kanë qenë eksode biblike, që qenë arsyeja që e bon Amerikën që të ndërhynte, nuk ka qenë as dosja as në fakt është një diskutim pak më i kompleks, sepse tani kemi edhe dokumenta të Më fal, po e krahasum ne, kam frikë se ne bëjmë gabim që e krahasojmë. Se ajo s'ka lidhje fare. Sepse më fal. Po sepse këte po përdorin, e drejt, vetëm se ju e dini që sot ndjes mentor, sot thjesht për ta pasuruar. Sot arkivi Epstein po konsiderohet si dosja më e madhe e krimit në historinë e Shtetit Bashkuara. Nuk ka një tjetër. Pra, është një arkiv unikale, nuk është një ngjarje me një stazhiere. Mos për ta e ka tronditur thellë Shtetit patjetër. Amerikës. Dhe maskarallëku, ju lutem, maskarallëku i komentatorëve ndërkombëtar që këto orë e kanë bërë një krahasim realisht edhe me Kosovën, është ai që këtu po synohet regjim change, të ndrohet regjimi, ndërkohë që në Beograd ne dim si heci historia, Miloševići mbijetoi në pushtet shumë vite pasi Kosova u bë e pavarur, që u shkëput. Pra, derisa e morën atje në atë lagjen rezidenciale, si quhet ajo e famshme në Beograd, që e çun në gjyqin Hag, nuk u ndru regjimi në Beograd pse u shkëput Kosova. Kosova u shkëput si një emergjencë humanitare, ku edhe sot kosovarët nuk gjejnë dot eshtrat e të zhdukurve. Nuk ka asnjë lloj Le të krahasimi. shndrojmë te diskutimi në Iran, Jam i sigurt që ajo që do të Dolëm në një vend të zgjuar. Jo, është më mirë ndofta ta sqarojmë, se që politika jashtme zgjatësuese e saj të brendshme, domethënë nuk është vetëm dosja Epstein, është një situatë tërë brendshme në brendshme dhe po u përqendrua vetëm ke dosja humbet valore, humbet kuptimi. Ai ka një situatë të vështirë me vrasjet e Ais. ai po humbet çdo garë elektorale, po humbet çdo garë elektorale, mund të humbas Teksasin. Nuk është për tu fokuar, më fal. Ai po humbet çdo garë elektorale. Më lejo, më duhet të kaloj në një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi me njëherë me mentor Beqen. Fala për mentorin, me njëherë pas reklamave. Mirë, jemi rikthyer sërish në program, kishim një diskutim të zjarrt këtu në studio. Fjala për ty mentor pasi ta ndërprer. Thjesht për ta vijuar aty ku e lan. Pra ka një kontekst të brendshëm politik i cili nuk mund shmanget nga analiza dhe sikur të duam ne, dhe që lidhet me shumë faktor, që presidenti Trump ka problemin e dosjes Epstein, ka probleme me rënjen e popularitetit, ka probleme me trajtimin e një prej premtimeve kryesore në fushat që është kosto e jetesës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndodhet përballë disa zgjedhjeve shumë të vështira që mund të çojnë në humbjen e shumicës në Kongres dhe në Senat dhe do ishte një disaster për republikanët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ka një kontekst politik të brendshëm, një zdyti. Duhet ta vendosim edhe një kontekst më të gjerë. Brenda administratës amerikane, por edhe brenda administratës izraelite, ka një rritje të një lloj radikalizmi, qoftë edhe radikalizmi fetar, dhe tani nuk e shmangim dot nga diskutimi publik të gjë. Zionistët e krishterë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ne pam intervistën e ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Izrael, që nuk e fsheh më ambicien dhe projektin politik, janë të përfaqësuar në nivele të larta edhe në administratën Trump. Dhe këta janë një shtyse fort në politikën e jashtme amerikane. Po ashtu, kemi edhe lobin izraelit,
i cili është lobi më i fuqishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe ky është një kontekst tjetër. Natyrisht që ka dhe një kontekst gjeopolitik, që është një kontekst më i madh. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një fuqi në rënje, duam apo s'duam ne, sepse bota po shkon drejt zhvillimeve të tilla. Kemi rritje të vendeve tjera, të Kinës e kështu me radhë. Dhe kur një vend është në rënje, e gjithë literatura e marrëdhënieve ndërkombëtare tregon që tërhiqet nga parimet dhe normat ndërkombëtare dhe i drejtohet më shumë asaj që i quajmë raw power, asaj që i quajmë fuqia bruto. Dhe ne shohim një SBA e cila nuk është shëmbëltyra e SBA-s që ka ekzistuar më përpara, por nuk është ajo SBA e cila veprimtarinë në nivel ndërkombëtar e mbështeste mbi parimet, ligjet dhe normat ndërkombëtare. Dhe kjo për shkak të presidencës Trump? Tani jo është kontekst strukturor, nuk lidhet vetëm me presidentin Trump, por është një kontekst strukturor që tregon një zhvendosje të fuqisë. Nëse deri tani SBA-t për shkak të omnipotencës së saj kishin mundësi të neglizhonin çfarë ndodhte në rajone të ndryshme, sot për shkak se fuqia ka filluar të reduktohet, nuk e ka më këtë luks dhe vepron shpeshherë edhe në mënyrë shumë agresive, siç po e shohim në rastin e Iranit. Por faktori besoj më i rëndësishëm është Izraeli. Të gjithë to duhen konsideruar, por faktori kryesor është Izraeli. Dhe Izraeli e ka të qartë objektivin. Kërkon një, dhe tani me lëvizjet e fundit, me angazhimin e proksive, organizatave kurde, që pritet shumë shpejt të hynë në luftime toksore në Iran, është e qartë që objektivi i Izraelit është dizintegrimi i Iranit. Pra, futja e Iranit në kaos. Unë nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndajnë të njëjtin interes. Interesi i SBA-ve dhe besoj që presidenti Trump ka besuar tek iluzioni që me një goditje masive të parë do t'i shtynte iranianët që të negocionin dhe të gjenin një marrëveshje e cila do t'ishte në interes të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky lloj iluzioni është shembur dhe ne po shohim që Irani është në kushtet e mbijetesës dhe në kushtet e mbijetesës ata janë të gatshëm të përdorin çdo kapacitet që kanë në dispozicionin e tyre. Dhe duket që, siç u tha edhe më përpara, ka një strategji nga ana e Iranit për t'i përdorur në mënyrë të shtrezuar dhe në faza kapacitetet e tyre, duke shkaktuar sa më shumë dëme të jetë e mundshme, në mënyrë që kosto kolektive e dëmeve që shkakton Irani të jetë detyruese për Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ndryshuar qasje në raport me luftën. Dhe të fundit, kam frikë që kemi hyrë në një fazë fataliste të këtij konflikti. Pse? Sepse Irani nuk mund të dalë nga lufta. Irani është i vendosur me shpadulla mbas murit. Ata janë në kushte të mbijetesës dhe duket që nuk dorëzohen. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë në lojë tani më reputacionin e një fuqie të madhe, sepse fuqit veprojnë edhe me sinjalet që i japin konkurrentëve të tyre. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin gjysmë të fituara nga ky konflikt, atëherë mesazhi që u përcillet konkurrentëve në nivel global nuk është mesazh i dur dhe kam frikë që një fuqi e madhe nuk vepron me këtë lloj logjike dhe jemi të mbërthyer në një konflikt i cili po bëhet gjithnjë e më i paparashikueshëm. Dhe në këtë konflikt, zoti Xhavit, çfarë pritet të ndodhë? Apo zgjedhja ndoshta e Mojtaba Khamenei, mendoni se do i ndryshojë ekuilibrat e brendshëm në Iran, ndoshta edhe në përplasjen ushtarake? Në rreth parë herë nuk ka një informacion, një deklaratë zyrtare që është zgjedhur Mojtaba. Paktën unë nuk kam lexuar diçka zyrtare. Kështu që kjo ka hap një problem tjetër brenda. Janë disa figura. Janë disa figura, njëri nga ata që u zgjodh në këtë treshen e periudhës tranzicionit apo të krizës, bëj fjalë për atë bili që i kishte reputacionin edhe kishte përgatitje duara. Kush e zgjedh liderin suprem tani? Lideri suprem duhet ai këshilli i 88 klerikëve. Këshilli i ekspertëve, quhet. Ekspertë. Ideja është që paktën nga informacioni që ka rrjedhur nëpër media duket me burime po nga Irani. Është ekzekutuar i këshillit. Jo, është goditur godina, bëhet fjalë bile që atë dite, po u tha që nuk është bë mbledhje, është bë
takim virtual, takim online, edhe bëhet fjalë që garda revolucionare ka ushtruar presion. Pra, në një farë mënyrë një grup shteti gardës revolucionare për ta vendosur më etapën. Por kaq dihet, nuk ka gjëra të konfirmuara. Gjithsesi, vendosja e këtij është një mesazh për vazhdimsinë e regjimit. Nga ana edhe në kulturën klerikale ata nuk janë dinasti, ata rrëzun një dinasti, edhe nuk mund të instalojnë një dinasti, pra nga jati tek Ibiri të kaloj. Vendosja këtyre figurave të dyta, pra pas eliminimit të figurave të para, në farë mënyrë figura që janë vazhdimësia atyre tregon që ai regjim nuk ka ndërmend të ulet në bisedime, nuk ka ndërmend të bëjë tolerime. Pra, ideja është që këta që janë të dytët, me sa duket janë çik më ekstremistë se ata të parët për trujt. Ju thoni që ky regjim nuk ka ndërmend të ulet në bisedime apo të bëjë tolerime. Por ky regjim autokratik, a mund të rrëzohet dhe çfarë sjell rënja e këtij regjimi autokratik? Mund të vinë në pushtet trashëgimtarët e shahut? Çfarë ndodh në Iran? Ky regjim nuk është kollaj të përmyset për momentin. Ky regjim mund të përmyset në këtë situatë që ndodhemi pas vetëm nëse ka humbje të mëdha ushtarake, që deri tash ata janë përgjigjur sulmeve me kundërsulme, pra nëse kundërsulmet të shkojnë në zero, atëherë mund të themi që është në rënje. Por nëse sot për shembull dje nuk ka pas më pak dhe sot ata kanë bërë sulme intensive edhe ndaj Izraelit, por edhe ndaj bazave, do të thotë që ka një plan, është ajo që përmenda në fillim edhe përmendën mentor, ka një strategji. Pra, e para nëse do ketë humbje të mëdha, e dyta nëse do ketë një kolaps ekonomik, por kjo nuk bëhet me javë, as me 3-4 ditë, as me 4 javë, si thot presidenti Trump, domethënë. Edhe tjetra nëse fillon ka një qarje të elitave, nëse këta do të arrijnë të krijojnë një qarje të elitave, kjo është një faktor që do ndikojë në rënien. Pra, nëse me bomba nga qielli nuk bie regjimi, bile përkundërzi atë, kjo mund t'i kompaktoj më tepër. Unë desha t'i kthem pak edhe kësaj arsyes që u diskutuar shumë në tavolinë këtu. Përveç raporteve të Iranit, të Amerikës, Shëbas me Izraelin, në aspektin rajonal do ta shifsha pak edhe më lart. Shiko, ky sistem ndërkombëtar dhe i mbështetur në këtë sistem sigurie që ka për bazë Organizata e Kombeve Bashkuara ka marrë krisje të mëdha dhe me sa duket do të shkojë ose drejt riformatimit ose në forma tjera, pra do duket se si do shkojë. Dhe në këto kushte, po nga fuqitë të BRICS-it, Kina, Rusia, Irani, Korea e Veriut e tjerë, po synohet që ky sistem sigurie me në qendër perëndimin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, të ulin nga piedestali. Pra të rrëzojnë nga piedestali dhe të krijohet një sistem sigurie, një rend botror, po e themi, mbështetur një sistem sigurie që të ketë për bazë jugun global. Dhe ajo teoria, do të them në aspektin e përgjithshëm, teoria e Trumpit që Amerika e para në fillim u përkthyej si Amerika e para të shohim vetëm hallet tona të amerikanëve. Po me sa duket Trumpi ka një ideologji tillë, ka një doktrinë tillë që do luftojë që ta mbaj Amerikën përsëri në piedestal. Po ta kthejmë në aspektin rajonal tashmë të konfliktit aty, në strategjinë e mbrojtjes kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës të publikuar në muajin janar, është përcaktuar Irani si konflikt, është si kërcënim, një kërcënim rajonal për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, jo një kërcënim i përmasave si Kina ose Rusia e tjerë. Në këto kushte, me sa duket, Shtetet Bashkuara të Amerikës, përveç këtyre interesave, nuk i hedh poshtë këtyre që ata në kolegët, përveç këtyre interesave, duan ta zgjidhin një herë mirë çështjen me Iranin. Pra, duan këtë kërcënim ta neutralizojnë. Si neutralizohet? Duke përmirësuar regjimit. Si zgjidhet çështja një herë mirë me Iran? Me Iranin, unë nuk mendoj që të shkoj drejt përmbysjes së regjimit një herë. Trumpi është shumë pragmatist. Trumpi është shumë, nëse arrin të gjejë një bashkëbisedues në Iran, pra një elitë që të thotë që pranojmë që ne të mos ndjekim programin bërthamor, qoftë edhe këtë luftarak, ose të ndjekin vetëm atë civilin, ose të mos ketë pasurin fare. E dyta, të mos kenë një program raketor të limituar, që mos kërcënojnë as fqinjet, pra të jenë thellësisht mbrojtës. E treta, që të kenë
të mos merren më me financimin e proksive dhe me kërcenimin e tyre, pra në një farë mënyrë nëse kjo elit e realizon këtë, Trumpi nesër nuk merret fare me punën e regjimit. Jemi sigurt për këtë punë. Jo, kishte vetëm një ndërhyrje të shkurtër. Patjetër. Kishte një deklaratë fundmi presidentit Trump. Që Mojtaba është i papranueshëm për ne dhe unë duhet jemi i përfshirë në përzgjedhjen e liderit të ri të Iranit. Po si ato konkurset e bukurisë që bënte kur ishte miliarder. Në fakt përpara ishte deklaratat se natyre ishin pa imagjinueshme. Pavarësisht se gjithmonë fuqitë e mëdha kanë qenë të përfshira në përcaktimin e zhvillimeve politike, po të thuhet që Irani duhet vitë më pyes mua se kush do jetë lideri i tyre, këto janë të gjitha risi në politikën ndërkombëtare. Minxhozi? Tani me gjithë respektin, po i bëjmë ndert shumë të madh president Amerikës, po folën për doktrinën Trump. Trump nuk ka doktrinë. Trump është një lloj amalgame e çuditshme, gjysmë tezash dhe gjysmë idesh, ku një javë i thot kryeministrit kanadez, ti je guvernatori i shtetit të ri që do të bashkohet me Amerikën, Kanadas. Pastaj thot kryeministres daneze na duhet pak Grönlanda, do ta marrim. Pastaj i hedh batuta nga më të çuditshmet dhe të papranueshmet të gjithë liderëve evropianë dhe gjithë ata që po përmend, unë janë aleat parsor të Amerikës. Pra, e çuditshme është se si kjo që quhet doktrinë Trump ka krijuar një marrëdhënie të majisur jo vetëm me kundërshtarët dhe rivalët, por edhe me miqt. Pra, ai thot Amerika e para, po me sa duket pas ka dash thot Amerika e vetme. Tani, Amerika e vetme ja del do të gjithë botës? Unë mendoj që jo. Sidomos kur është në një fazë rëndëse, sepse këtu s'kemi përmendur një nga elefantët në dhomë, kam frikë. Kina. Që quhet Kina, patjetër. Sepse nuk është e rastit, mendoj unë, dhe këtu nuk besoj të kalojmë në ato teoritë e konspiracionit. Nuk është e rastit që goditen dy furnizuesit kryesor me naftë të Kinës. Venezuela dhe sot Irani. Në vitin e shkuar mes Kinës dhe Iranit ka filluar funksionimi një linjë e madhe e kurrëdore prej 3.000 kilometrash, e cila synon veç të tjerash, ose mbi të gjithë. Një rrugë, ai projekt është? Ai projekt, po. I cila synon që të evitoj kalimin e tankerave të naftës drejt Kinës në përngushtitjen e Malakës që siç dihet kontrollohet nga amerikanët. Pikërisht aty ku është Singapori etj. Pra është një det shumë problematik dhe i bllokueshëm. Është si ngushtica e Hormuzit tani, që del dikush dhe thotë e bllokova. Dhe kjo linjë toksore mes Kinës dhe Iranit i jep një marrëdhënie direkte këtyre dy shteteve, ku njëri është pompa e naftës dhe tjetri është konsumatori, që Amerikës normalisht nuk i pëlqen, sepse Amerika po përpiqet që prej kohës mandatit parë Trump, po edhe gjatë kohës Biden, që Kinën ta markojë në të gjitha tregjet kryesore, të energjisë, inteligjencës artificiale, të çipave elektronik, gjithçka që mundet, makinave elektrike, gjithçka që sot ka të bëjë me ekspansionin dhe me risit. Pra, unë mendoj që arsyet e kësaj lufte natyrisht që nuk duhen limituar në ato hallet e brendshme që kanë Netanyahu dhe Trump, por kemi të bëjmë mendoj unë, me një nga episodet e asaj ndeshje të madhe globale, botërore, mes një fuqie të madhe deri më sot e vetme dhe një fuqie tjetër të madhe që reklamon së bashku me BRICS e tjerë një botë paralele ose një rend paralel botëror. Ndodhemi në kushtet kur Amerika ka ndërmarrë misionin gigantesk, po them, të ndalimit të ngritjes së këtij rendi të ri botëror, duke synuar të ruaj një hegemoni, e cila deri tani me thënë drejtën duket pak rrëmuj në sensin që Trump në vend që të krijojë aleanca ose të forcojë aleanca me partnerët e tij historik, po i godet të gjithë dhe kjo është e pa shpjegueshme. Faleminderit Skënder Minxhozi, faleminderit Roland Bimo, faleminderit Xhavit Shala, faleminderit Mentor Beqa që ishit me mua sot në program. Real Story kthehet të ënën. Bashkë mirupafshim.